Sa vjeç kjo? Një 20 vjet po. Dalë prindë mi për Shqipënie, janë kanë baba jem, kufin Shqipënisë e Morinit, e kanë ikë në kohën e komunistit nga Belgjika, edhe na fëmijë kemi lënë në Belgjik. E bukur është Shqipënia, po edhe bukur është Kosova. Kemi majtë shumë tradita për respekt, për gjithçka, për martesë me shqiptarët, kemi majtë tradita, ushqimin, adin e kemi majtë ushqimin tonë të shqiptarëve. Por ju anë gjë normale, por na kur po vim këtu në Kosovë, janë Shqipni, kur po nim të folë gjuhën tonë, diçka për një në nëzit e mirë se na ka mangu ne. Mirë, si po kalon? Po mirë. Nga po na vini? Nga Belgjika. Nga Belgjika, tha nuk di shumë shqip. Jo. Sa vite jeton atje? Kom lindën në Belgjik. Ke lind në Belgjik, Po. interesant. Dhe më thënë, ki lind atje në Belgjik. Këtu kanë e keni? Këtu kom marrë për turizm, po kam do kushrina këtu në Prizren, e kom pas edhe nusën e dajes këtu në Prizren, po kemi të njoftëm Prizren. Qysh kalon në Kosovë? Shumë mirë, bukuri. Bukuri, a vini shpesh Kosovë? Jo, s'vin shpesh këtu në Prizren e para herë kom qenë. Era po, që sa Po. vjeç kjo në Kosovë? Që sa vjeç kjo? Një 20 vjet, po. 20 vjeç Po. kjo në Kosovë. Është hera parë tash që kjo? Po, këtu po, Qysh në po qëtë do vend. Kosova? Jo, në Kosovë, në Prishtinë kam qenë, Po? para 13 vjeta, 15 vjet, diçka qështu. Për kaloj shumë mirë në Kosovë, unë më pëlqen shumë Kosova. Po se serdhe 15 vite në Kosovë? Pse unë nuk jam e Kosovës, jam e Shqipënisë. A e Shqipënisë jeni? Po. A jetoni në Shqipëni? Do të thonë, priorin keni në Shqipëni apo? Ke ndalë prindë mi për Shqipënie, janë kanë baba jem, kufin Shqipënisë e Morinit, e kanë ikë në kohën e komunistit nga Belgjika, edhe na fëmijë kemi lënë në Belgjik. Edhe kur a hap Shqipënia, kemi ardhë me vizitu Shqipënien, po unë vetëm në Prishtinë kam qenë, në Prizren s'kom pa ardhë hala. Qysh do Kosova përgjithësi kështu? Jo, mu shumë pëlqen Kosova, shumë. Është më e mirë se Shqipëria? Jo, bukuria Shqipënisë është shumë e bukur edhe Kosova, kemi kaluna për malën atë Kosovës aty se disi e patemnin. Prevall, Prevall, po, mu ka duk shumë bukur, interesant. Shqipënia e vërtet, Shqipënia e ka gjithë me deti dhe me malë, e bukur është Shqipënia, po edhe bukur është Kosova. Unë e diçka e kom një gjithmonë Kosovën më nëzint, ku me ditë, sepse se kemi pas ma kontakt me Kosovartë, se Shqipënia më shilë, s'kemi pas shumë kontakt, na gjithë na u ka duk Kosova ma e afer. Po njerëz sa i pëlqen këtu Kosovë? Shumë pëlqen, po, shumë pëlqen Çka njerëz. diçka më shumë të rëndësi? Se di diçka më shumë njerëz të rafsh, njerëz me kulturë, njerëz të dashëm, të afrushëm. E vërtet Shqipënia është adin kombi babes tem, po kur kom ardhë sefte në Shqipëni, diçka janë kanë për mu dokshin pak ma adin. Ma ndryshe njerëz? E ke fjalën? Po, ma ndryshe Ma të lartë? ma të lartë, po. Ma të lartë. Se Kosova ma të afer, se di. Jo se du me shoh Shqipënije, nuk e shoj, po diçka. Po, Kosovën unë e duhe. Kosova. Jeni martuar? Po, jam martu me shqiptarë dhe shqiptar. po. Keni fëmijë? Po, kam 2 djemë të mëdhojt, martuar. Keni me gjatë? Faleminderit. Punoni me çka merrni? Punoj, unë mirë punoj në privat. Për do private punoj. Po. Është punë që e bëni me dëshirë, është punë e lodhshme ajo puna që e punoni? A unë kom punë të lodhshme gjithë. Po nëse puna punë. Po. Cila ka qenë një punë që ti e ki po shumë e vështirë ka qenë për ty? Atje ku je? Kujtohet me? Vështirë, të lodhshme se të vështirë ajo, se muni kemi dalë në fund, po vështirë, s'po di, jo, s'besoj se ka në vështirë, se si kam pas zorshme. Adin, puna ka në ranë, po jo e vështirë, si me thanë, ka pas shumë punë, po jo me thanë e vështirë. Për mu nuk ka në vështirë, se unë gjithë kom punu e nuk më pengon. Po sfida keni pas vështira në jetën tuaj, kaluar? Sfidat, po. Jo, kemi pas kollejna në Belgjik, kemi jetu mirë, kemi pas kushtet, babën e kam pas punëtor, kem kalu shumë mirë në Belgjik. Belgjët janë njerëz mirë, janë njerëz të respektueshëm, s'kam pas sfida shqyqër mirë, kam kalu, jemi kanë shnosh dhe fëmijë të mirë. Jo. Po këto traditat e belgëve ju pëlqen që kajnë atje për te shqiptarëve ne që kemi ma ndryshe pak?
por i kanë traditat ato të vetat, na duhet ligjëratat e Belgjikës normal duhet mi respektu, por na i kemi majt në Belgjik shumë ato shqiptar diaspora e Belgjikës i kemi majt na shumë traditat Shqipënisë, adin shqiptarve. Adin kemi majt shumë tradita për respekt, për gjithçka, për martesat, për gjithçka e kemi majt jo shoqënien, jo adin me kanë të afrushëm gjithni me shqiptarët, kemi pas kontakt gjithni na me shqiptarët, kemi majt të tradita, ushqimin, adin e kemi majt ushqimin tonë të shqiptarëve, normal kemi gatu edhe ushqimin e belgjve, po ma shumë e kemi majt kuzhinën tonë, adin traditat tona, po voilà. Po do kalë po një mesazh për gjithë ndjekësit e historitë jetës. Çfarë kushte thonë një mesazh, një këshill njerëzve të shumë që na ndjekin? Për këtu për Prizrenin, Për Kosovën, për njerëz shqiptar, përgjithësi, mos ta marrim këtë dëm. S'po di çfarë me të thonë, tash jo pa ardh, adin shqiptar pa ardh me pa venin ton, adin se shumica kina dal herët, na shumica kemi le atje, po thëm inshallah gjithkuj i bje me ardh e me përjetue se çka është kur të vim në Kosovë janë Shqipni të ndigju me fol shqip, se na se kemi pas atë nashta për ju anë gjë normale, por na kur po vim këtu në Kosovë janë Shqipni, kur po nim të fol gjuhën tonë, diçka për një në nëzit e mirë se na ka manguni se disa kohë deri vonë s'kan mujt edhe printet tonë edhe na me pa vendin tonë. Edhe inshallah thëm duhet me ardhë me pa gjithë kushi shka janë shqiptar me përjetu e me pas eksperiencën e lezetit gjuhës, lezetit njerën, afrimit se afron njerës shumë mirë. E na jemi lirë këtu, adin kur hecim, jemi të lirë si me kanë le me gjithmonë këtu. E prona s'kemi le këtu, po qështu, tash s'po di çka me të thonë tjetër. E shijova këtë intervistë, ishte shumë intervistë e lezetshme. Të urojmë të mirat, po që me të kash me kënaqur në Kosovë. Shumë. Unë gjithë e du Kosovën, e du shumë, me të kallëzu drejt, më pëlqen shumë, njerëz janë të afër, e inshallah preparojni sa ma mirë Kosova, mas pari, inshallah gjithë liri tash e mas, edhe për këtë rinjën e për kretë poplin shqiptar, inshallah edhe një herë bashkohem shqiptarët e Kosovarët. Inshallah që dëshire kimin. Çdo secili shqiptar. Po, që ata kretë e thrasin, kretë, unë shumë ma jumit kam qef, se edhe shqiptarët e Shqipnijës kanë marak, thojnë, o zot me kanë të bashkohemi prap, ta bëjmë një shtetë. Dhe tash edhe di se shqiptar ju, shqiptar na, po ta kem neve një shtetë për ne kretë shqiptarë si jemi. Po besim, ashtu të paktën me shpresë. Të urojmë të mira, të kënaqësi shumë. Shëndet. Shëndet pasha dhe ju. Kaloni bukur.